Kosharës, para thyrjes të kufirit, kam qenë përgjegjësi i vetëm dhe kryesor për vëzhgimin e territorit të Kosovës, cilin vëzhgim e kemi bën në mënyrë sistematike 2 muaj para thyrjes kufirit dhe ku bën me nisin Kobra, cilën e ku më dhënë gjatë vitit 99 nga Agim Ramadani jam caktue, ku shef e kum pas agimin dhe njëkohësisht kam qenë edhe zavendës i Agim Ramadanit. Përpos ata djem të mirë që kum pas me kry vëzhgimet, ku në pjesën e fundit nav kanë bashkangjit për me ja sqarue territoret dhe njësive tjera ushtarët më të mirë cilët i kanë pas komandantë tjerë që i kanë dërgu nën komandën, do me thonë për sëritimin, për vëzhgime, gjatë betejës ushtarake, gjitha sulmet befasuse, të fuqishme dhe cilat i kanë pru vdekje të shumta dhe forcave armike sërbe, kemi marrë pjesë edhe ne Kobrat. Këto janë kode në ushtri të rregullta dhe në përgjithësi ngjiten sipas njësisë dhe komandanti do me thonë që caktohet me udhëheq atë njësi e merr në emër të njësisë. Momentin që më caktu komandanti Kobrave gjatë vitit 99, fillimisht po dëshira do me thonë e agimit ka qenë që une të kodona me Novken Kobra, me qenë se une e ku marrë Novken e djallit tim, Fitimi, komandant Fitimi, me 11 prill Agim Ramadani këtë Novk pasi që nismi nga kazerma cilin e kemi marrë nga ushtria sërbe, e më pagëzon me Novken Kobra. Si kemi qenë si kompani vëzhguese diverzante për operacione speciale, mirë po numrin e ushtarëve kemi pas në thyrjen e kufirit 11. Një ka vepruar në krahun e djathtë, ka qenë nën komandën e drejt për drejt të Rustem Berishës, Bajram Eziri dhe 10 ushtarë kanë qenë me mu, e 11 e unë 12, në thyrjen e kufirit. Dhe është mirë çdo komandant me dalë me tregu sa ushtari ka pas në sulm ditën e thyrjes të kufirit. Pas krijimit të situatës brenda në Kosovë nga kasapi Milošević, ku në mënyrë sistematike ka bën dhe krime dhe në fëmijë, gra dhe pleq dhe handicap në gjithë popullatën shqiptare dhe vetmja mënyrë ka qenë që të krijohet një korridor për furnizim me armatim njësive brenda Kosovës, shtabeve, zonave dhe brigadave që kanë vepruar brenda, më afrue dhe armatimi dhe me ardhë edhe një ndihmë për me ndihmue popullatën civile.